Pavarësisht pritjes 20 vjeçare për antarësim në Bashkimin Evropian dhe vendimeve të vështira që duhet i merrnit, ende nuk dihet kur do të bëheni antar të familjes evropiane, deklaroi presidenti slovak Peter Pellegrini, i cili është në vizitë zyrtare 2 ditore në vendin tonë. Ai njëkohësisht shprehu mbështetjen e fortë për antarësimin e vendit në BE, por edhe kritika të hapura për politikat e zgjerimit. Bashkimi Evropian nuk mund të luajë me besimin e këtij vendi, veçanërisht pas dekadave reformash të vështira, theksoi Pellegrini. Me të vërtet keni kaluar një rrugë të vështirë drejt BE-s. E di sa e vështirë ishte të zgjidhej çështja e emrit të vendit tuaj. Këtu ndoshta pak do të kritikoj kur them se gjithmonë shfaqen kushte të reja dhe sinqerisht BE-ja bën një gabim të madh. Integrimi i vendit tuaj në BE nuk duhet të keqpërdoret me mosmarrëveshje të tilla politike. Presidenti Agurena Silanovska-Davkova, e cila nga homologu Pellegrini mori një buqet me lule, e falenderoi për mbështetjen dhe njëkohësisht theksoi se për antarësimin në BE duhet të plotësohen kriteret e Kopenhagës e jo çështjet bilaterale. Ajo pret që për këto çështje të diskutohet edhe gjatë vizitës së nesërme me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Bajcata делиме став дека проширувањето мора да се темели на копенхагенските критериуми од кои не треба да бегаме. Значи да е засновано на заслуги и да е засновано на резултати. Да не зависи од дополнителни и рационални политички условувања кои што на некој начин го узурпираат процесот на евроинтеграцијата. Ndryshe, gjatë vizitës së sotme të mysafirëve slovak, u nënshkrua një memorandum për bashkëpunim ekonomik midis Maqedonisë së Veriut dhe Slovakisë, me çrast u tha se në këtë mënyrë marrëdhëniet e ndërsjella do të zhvillohen edhe më shumë.